Hiqet flamuri i Kosovës në Kongresin e 49 të UEFA-s që përmbahet në Beograd. Flamuri i Kosovës ishte vendosur në hyrje të sallës. Nëpërmjet një komunikate, institucioni u kërkoi falje serbëve. Kongresi 49 i UEFA-s po zhvillohet në Beograd, një nga ngjarjet më të mëdha që është mbajtur ndonjëherë në vendin tonë. Organizimi i jashtëzakonshëm u zbeh nga një neglizhencë e organizatorëve, të cilën një pjesëmarrës në Kongres u përpoi ta shfrytëzonte për interesa jo futbollistike. Reaguam së bashku, shpejt dhe me vendosmëri dhe me përgjegjësi të plotë, informojmë publikun se nuk ka asnjë flamur apo simbol të Kosovës në Kongresin e UEFA-s në Beograd, thuhet në komunikat. Federata e Kosovës reagoi duke thënë se janë përfaqësuar në Kongres me simbolet dhe flamurin e shtetit. E kuptojmë se prania e delegacionit të Kosovës në kryeqytetin serb, si dhe fakti që flamuri i shtetit tonë u valvit për krah atyre të shteteve të tjera, vazhdon të jetë i papranueshëm për politikën dhe një pjesë të opinionit në Serbi. Megjithatë, shteti i Kosovës është një realitet i pakthyeshëm dhe sa më shpejt që ta pranojnë këtë, aq më shpejt do të kontribuojnë në normalizimin e marrëdhënieve sportive dhe shtetërore, shkruan FFK-ja. Deri tani nuk ka patur asnjë reagim nga UEFA, kurse në një video të postuar në rrjetet sociale dhe të transmetuar nga Kurir, shihen disa huligan serb të cilët djegin flamurin e Kosovës të mërkurën pas mesnatë.